New York, protesta e 10 javore e shqiptarëve në mbështetje të qendresave dhe protestave në Shqipëri, ndërsa protestat në Tiranë arritën ditën e 6-8 të shqiptarët e New Yorkut dhe të shteteve përreth shënuan të dielën e kaluar 2 Gushtit protestën e tyre të 10 javore çdo të diel para konsullatës shqiptare dhe misionit përhershëm pranë OKB-s, herë një numër, herë më pak, ata dalën përsëri me të njëjtën vendosmëri, me të njëjtat slogane dhe pankarta si prej 67 ditësh. Para kryeministrisë, shqiptarët e diasporës thonë se të gjitha protestat e tyre mbështesin fuqishëm kërkesën për largimin e regjimit të Edi Ramës, të cilën e quajnë diktatorial dhe anti-shqiptar. Aktivisti Mark Qeaja, një nga pjesëmarrësit që nga java e parë në këto protesta, tha: do të jemi çdo javë këtu në New York, në qendrën e botës përballë ambasadës së Shqipërisë, në protestë kundër regjimit të Edi Ramës. Protesta jonë, tha ai, është mbështetje e atyre që për 68 ditë vazhdojnë protestën në zemër të Shqipërisë. Më pas, Qeaja dha lajme të mirë dhe të këqija, siç i quajti ai, për të prezantuar përpara protestuesve. Veprimtari nga New Yorku tha se lajmi i mirë është që protestat do vazhdojnë pa ndalim dhe me fuqi të jashtëzakonshme këto ditë të nxehta në Tiranë për më shumë se 2 muaj, ndërsa potencioj se regjimi i Edi Ramës tashmë ka marrë fund, i është të qerrë maskën në sytë e shqiptarëve dhe botës mbar, tha ai.